Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Ja s'me lasët Fionën se t'ja e peqyshini laka sunal ke ishtash katole për pak katole pak po e djune po thash hajt unë ma shpejt qështu për shëndetje për gjithë juve që po vazhdoni po shoqëroni me frekuencën 88.6 për juve që jeni në përvetura në këto momente dhe po shihni pjesë të ngarkuara në këtë premt ju presim na tregu në 049978978 në Viber për pjesë të ngarkuara tash 1 minutë po vazhdojmë tuaj. Vazhdojmë 1 minutë, cimi pauzë, shtëpia pa ku i rrugove. Përshëndetje krejtëve me 15 gradë, po e fillojmë sot edicionin e së premtes, edicionin e fundit për këtë javë, është një premte, kështu që s'ka qysh me qenë më mirë se sa disponimi në nivel, energjia në maksimum, e premte fest, jo po weekend. A është fest? Pa weekend është edhe po. Weekend është fest. Plus temperaturat e mira, plus java tjetër ka me qenë hala më e mirë, plus dikush e ka ditëlindje një javë tjetër, domethënë nuk po di. Dikush. Dikush e ka. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që gjithmonë e zgjidhni Klan Radion edhe Koavizionin për me u shoqëruar këtë pasdite. Faleminderit për krejt fjalët e mira që po na i thoni çdo ditë, me të vërtetë i vlerësojmë. Po, edhe sot e kemi një tjetër temë shumë interesant. Është interesant, po është për të diskutuar se jena të shku qasaj rrugë. Se unë do të thonë, kur ke si tema aty që diskutuam, unë thash pse ka herët. Tani menova, thash jo s'është herët, është tamam. More po lulzon Facebooku vrej ofertave. Po për çata se e posh aty, do të thonë 3 scrolla, 4 oferta dilshin. Prishtina aty këtë po vjen me oferta, kështu që është koha ideale, po more. Po thu me hec, okay, tani e fshat mirë. Pushimet ideale ku kalohen? Me kë kalohen? Domethënë po flasim sot për pushime, se jena në planifikim të pushimeve, me cimin po shtyhemi jo onë në këtë datë na datë këne anej, po si përfundim kena me radhë akord me na i datë caktuar s'kemi çare. Por na po dojna me ditë për juve se çu shkalohen pushimet ideale. Që nesër është koha me shi, është 13 gradë maksimale, a keni mundësinë me menu ku më shku mas nesër se keni 20 gradë maksimale. Po s'ka lidhje. Nesër me në njeri du më thonë ku po shkoni ditë e kthehet bre Fion? Po mëre, po. A bon vish një ditë edhe mu këthy, po. A jemi popull i vogël, por me gjepa të po të vogla. Plus 15, 16, 17 po na shtrejtojnë sanët. Ishin dalja 20 veta në protestë. Po, shumë keq. Ata Facebooku e janë të shkruaj statusa, si janë kënej. Në përpuna. Nëse, mos harroni me na tregu për pjesët e ngarkuara në komunikacion, cilat janë ato për me mujt me informu krejt pjesëtarët e tjerë në komunikacion, është momenti për me dëgju këngën më të re të Tajnës. Ka ardhur me këngën Thana. Po e shohim videoklipin e po e dëgjojmë këngën këtu në Klan Radio dhe në Koavizion. Mirë se erdhët. Tregoj se ku janë pjesë të ngarkuara ku ka kolon për para se m'ju tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara në këto momente. Unë du m'ju tregu juve se në Çaklavis në të dy anët e rrugës Petrol Company e ka dizelin për vetëm 1.17 për litër dhe benzinën për 1.17. Ndërsa në Arbri, magistralja Mitrovic Prishtinë nga fshati Shkabaj që vjen e keni dizelin 1.19, benzinën 1.19. Pra në Çaklavis 1.17 dizeli e benzina, në Arbri 1.19 dizeli e benzina. Nëse doni me i marrë çmimet edhe për pikat e tjera për me ditë, atër bëuni pjesë e komunitetit në Viber që e ka kriju Petrol Kompania, që është një komunitet bajagi i madh. Jo që po e merrni rrugën për me dalë në autostradë në fushë Kosovë shmangjuni. Kolon shumë e gjatë, pra është pjesë shumë e ngarkuar. Për momentin dalja e autostradës në fushë Kosovë, rrethi me flamur rrethi i spitalit është pjesë e ngarkuar. Hyrja në Prishtinë ka kolon deri tek udhkryqi i katedrales nga kazirma Adem Jashari. Nave që kena telefonatën e parë, Fiona. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje, Fiona, në gjatin nga Peja në telefon. Si jeni gjatë, përshëndetje për ty dhe për Pejan. Faleminderit. Hajde tregom cilat janë pushimet ideale për ty. Me kë kalohen pushimet ideale? Pushimet ideale për mua janë me familje. Me familjen. A ki ndonjë mik, ndonjë familjar, ndonjë të largët, jo bash familje që i ke kalu pushimet ose do të doje me i kalu pushimet me të? Po, kam edhe mik më të largët, po këtë fundi pesë më atu, dhe më thonë me vajzë, shkoj me grunë në Durrës. Okej. Okej. Po ja. Faleminderit të gjatë, përshëndesim. Përshëndetje. Edhe ke prish me kjo përgjigja e familjes, se natyrisht më të afërt edhe më të dashur se familja s'ka, po jo gjithmonë familja është e përshtatshme për pushimet tim.
Se cili me ato shefit e veta, se cili me kërkesat e veta, me ankesat e veta, do të thonë janë disa familjar që lumit të fshatit ti. Se na sa doshte po me një original. Apo do me pa një super bukuroshe të e këndu? Ha? Veç pa. S'ka pas atër filera kësi sa në mdohët, ha? Jo. A s'ka pas, okej. 049978 për juve që jeni në komunikacion, mos harroni me na tregu për pjesë më të ngarkuara, se ku janë pjesë më të ngarkuara, duke na dërguar foto, na informojmë krejt pjesëtarët në komunikacion. Pra thjesht veç e bëni një foto, kur dini të ndalën asnjëherë gjatë ngastjes, po vazhdojnë po arrini informata për pjesën e Vetërnikut jon. Ka kolon për ata që po vinë nga Vetërniku që po dalin në autostradë atje, po në fushë Kosovë. Munden mund dal në Albi, nëse janë Vetërnik dikun, edhe me pinga një kafe, me shiu drekën tash ashtu, kështu koha e drekës, kështu që po Allah se ka zgjidhje. Po leta lecojmë pak veten prej drekës edhe prej kolonës. E kur i përmende për fillera, thash para mendo pas një 30-40 viteve, kur ka me u fol për artistet e kësaj gjenerate. Çka kanë me kon ato, a? Jo, kur i shohin fotografit, videot, që shkan me mujt me identifiku se cila është cila, që ato e kom problemin, kur të hupin në për arkiva, për shembull. Po, në krejt njëjt a i shikon, çfarë populli krejti njëjt. Mos kanë braqyt kinez. Kanë mu që dit, po dhe sikur neve si na doka. Na loj race e re. Po, thojnë o zëshfara, si shikon. Krejt artistat një ftyrë. Krejt floktu se dzeza ose të bardha, gjata, val, buste trasha, hundën e vogël, vetla, dërit e flok, dhe më thonë, këtë njëjt kanë më konë. Qes disoj, thë më shti lyrical sonës, MC Kreshës, po nuk e pak si njësoj. Pse mu bo njësoj? Pa letë bonë edhe këta njësoj, aty me konë që aty dikun. A, s'bon, a, jo, s'bon. Nejse. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Qimo. Kush na përshëndet? Lungi. Si je? Që mirë përshëndetje, jo? Qysh po kalon? Ka si çdo qytetar. Po qysh po kalojnë këta qytetar, si çdo qytetar, ka dhe që po kalojnë mirë, dhe ma mirë, dhe shumë mirë. A jeti dikun të mirë a ma mirë? Po, në përgjithësi kalojnë mirë. Po më vjen shumë mirë. Ne kena bo një temë sot, se veç ju treguam me i pam ato oferta që kanë dalë moti, po do më thonë që ta është e kanë shu dorën me të madhe, dhe po shojmë shumë oferta. Pushimet ideale kalohen me, nuk do më thonë veç me familjen, mos i menoni ato pushimet përveç, po, veç verore, se nas po thojna pushimet verore, po pushimet ideale. Pushimet ideale vetëm me bashkëshortën. Kalohen me bashkëshorte, okej, do më thonë pushimet ideale për ty kishin me qenë nëse ishe shku ishtash pushim dikon, veç me bashkëshortën. Po. Ku kishe pas qef me shku në pushim? Me bashkëshortën. Do bajam kohën. Ka... Ha? Ku ka? Të shimo spëngjeri. Pa me anej, po. Edhe ka... Ta një fshavis. Në gjep jem kohën. Hajde edhe në gjep jo. Ku t'ka pëlqy ma shumë? S'po shkon Tajland pak. Në Amerikë jem kohën. Ku t'ka pëlqy mas shumë ti, kështu si vend ideal për pushim? Nale o i zë, dalma. Mas shumë ti më ka pëlqy, po të pregoj të rejtë. Ku jem kohën... Shëngjin. Qyshe ka të parraj. Cila, hajde. Cilin kontinent, se pas ke lëviz ko gja shumë? Jem kohën 12 muaj. Bora? Në Egjipt. Në Egjipt, okej. A mirë ke atje, a? Super. Ka pëlqy shumë, Nurgada me siguri. E ku po do me shku që tash a ke planifiku me shku na ikon? E tash se kom planifiku, po se shoqja të polumun e ju. Okej. Po të përshëndes shumë. Ani, kalofsh e mirë. Faleminderit shumë. Një shëtit, bashkë më vjen mirë. Timo. Hajde ordo. Është mirë edhe me shku edhe me shoqënim, po ditën plazh vesh me shoqën e nëmje me dol. Apo më kupton? Ku ja s'po të kuptoj, s'e di se çfarë, unë s'po të kuptoj. Çto s'po të kuptoj? Me dal mbrëmje me vllazën e me. Okay. Po. Faleminderit shumë, përshëndes. Ciao, me vllazën. Ti e din? Po, ti e din. Ja me s'po vjen. Ti vjolla s'ka bune çfarë thot. Çka bona, fjolla çka boni kusho fjolla. Ku me dit më çka ka bu, ku me dit mos të vjen me vonesë atje, ku me dit kur e ka pas çka ka bu, se mojna mena. Faleminderit shumë që na ke thirr, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme. Mos e ka fjalën për ato çka e thash. Jo, e bune me gjeste, po i shkon atje atë pak më me vonesë. Tash po, nuk lidhet me ato çka jetu dëgju për momentin. Po, sakt. Përndryshe kur kudo që shkon, domethënë që merr rrugën për me shku, para se me shku e merr një pije energjike, kam fjalën për pijen energjike Go Plus, që është pija energjike numër 1 në vend, edhe mundesh me u bë fitues potencialin i anës prej
prej veturave Avatar 16-16 ka me i dhuru Go Plus 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri, edhe qysh me u bo pjesë e lojës shpërblyese, tu Go Plus tu i dërgu ata numrat që i keni prapa ka pakut aty tek loja goplus.com, aty edhe i keni informata qysh me u bo pjesë e lojës shpërblyese. Ja e radhës telefonat që na ka rrit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Fion. O, përshëndetje Ahmet, si je? Ai në lodh, jo mirë, jo që jeni. Mirë, faleminderit, sot e premte çfarë lodhmi. Pesha arsimin na lodhmi ku shkojnë në shtëpi. O Ahmet, se në punë jemi okay. Hajde tregom cilat ku kalohen apo me kë kalohen pushimet ideale sipas teje. I kam 2 unë Fion. E kam një djallë dojës, e kam edhe shoq edhe jaran edhe doj, edhe kam një shoq edhe vllo edhe shoq. Sa mirë. A ke qenë ndonjëherë pushime me ata? Po, shumë herë. Shumë herë, edhe je kënaq. Shumë herë edhe jam kënaq edhe kur nuk më tha me dit, nuk tha mu si havën e dis mu ka shkua diçka. Po. Bile po të kallzoj me nejt 24 orë me ta e kështu një vjatë. Kush ta lyke shpinën për këtyne? Vallohi Jaroni jam. Okej. O thonë dhe Jaroni ka postë. Ai djoli dojës edhe ato e zaj e voti po. Ose raste me dizajn për mas, ku kanë më rriti shtatë. Vesh arsem shakon mirë dhe me Prishtina të kjetë. E ku një aset që lynë, atë kësi edhe pja bëj vetë. Qka? Qa ke bo? Me shakon mirë me Prishtina të kjetë me autumër arsem. Po që qëtash kam ju të regu, Po timin me po bilem të prit, bile thash dhe shkurt ma qajsh, e dit rang edhe. Po, ti prete se, do ma thonë, vishë as ka orë. Prete. E këshira sot post e thash mos ka bëna i sa tha ja sot s'ka kur gjatë ban makinë tonë. Vjen ajo me post, vjen kështu vetë. Na i kartolin më në të betar dhe Ahmet. Hajde, faleminderit, përshëndes shumë që tash pyet rregoj kreditve për fytyrimet. Faleminderit Ahmet, përshëndesim. Po Prishtinatiket po vjen, ju kom përmend që duhet patjetër me vizitur jetës sociale për shkak se vazhdimisht kanë oferta të reja për destinacione të ndryshme për vendet që i kemi përmendur tash sa herë, që janë Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia dhe Luksemburgu. Tash edhe drejt Parisit keni fluturime direkte Prishtinë, Paris, Prishtinë. Por keni fluturime drejt Ljubljanës dhe Anasjeltas, pastaj keni edhe në Hanover, Prishtinë, Hanover, Prishtinë, Hamburg, çka po tjetër, Göteborg, Düsseldorf, Bremen, që është një destinacion i ri, domethënë shumë ka destinacione në Prishtinatiket, dhe çka është më e mira është që keni falas, pastaj bagazh deri në 20 kg falas, edhe çantore deri në 6 kg. Kështu që hyni në Prishtinatiket për më shumë informacione. Dërsa për juve që jeni në komunikacion edhe njerë pju të regoj se dalja autostradës në fush Kosovë, është pjesë shumë engarkuar me kolone, engarkuar është edhe pjesa nga rrethi ambasadës, deri tek rrethi duplex në këto momente, ka rrit një foto prej kësaj pjese, pastaj me kolone keni rrugën Agim Ramadani në drejtim për tek udhkryqi i Menzës. E ngarkuar është edhe rruga rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi i rrugës B. Këtu pra janë edhe informatat e radhës që i kemi pranuar në 049 978. Qetë ko ka sot? Po, ma qetë është, thash edhe ma herët që është ma qetë, se më thonë qendrën e Prishtinës e kena mirë, pjesa e Vetërnikut është hala mirë, kështu që qetë është. Moj me kthy atë teorinë e djeshit. Që është kjo javë pak më qetë. Se di që ka ndodhë, më thonë me këtë javë. Okej, po vazhdojmë, po presim telefonatat, mos harroni me na dërgu foto, me na tregu për pjesë të ngarkuara, edhe mos harroni me na telefonu edhe në Viber dhe numër telefonit. Po shkojna deri në Albi Mall, shpejt. Se ku janë pjesët më të ngarkuara, përndryshe jemi drejt për drejt edhe në YouTube, klamradio.fm, koa.net. Bruno, kondicionerët me 5 vite garancion higjenik kudo në Kosovë. Përveç se i kanë 5 vite garancion, janë shumë efikas në ngrohje ftoje, kanë konsum të energjisë minimal dhe i largojnë ato alergjentet, ato papastërtitë e ajrit. Pra, nëse mendoni me u bë me një kondicioner të mirë me 5 vite garancion, atëherë ju duheni me zgjedh kondicionerin Bruno. Alo, përshëndetje, telefonata. Viber. Alo. Deri sot i shkon i fion atje. Kur t'na therni, ju lutem bëni kujdes, largoni prej televizorit, na dëgjoni veç përmes telefonit, se keni më na dëgjuar mjaftuar shumë mirë. Qoftë me telefon, qoftë me Viber.
Okej. Shkoj edhe kjo telefonat, po e shoh që ka problem me Viber, kështu që mundohuni me thirr në numër, ndoshta e keni shumë a lehtë për me arrit deri tek telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Opa, kush na hini në studio? 1.93. Si jeni 1.93, kush është 1.93, më vëlla se shumë je 93 ndritja? Ti e çaj. Okej. Si edhe si kalon, Adi? Tash jena si arrejnë, do më thona, e kena defekt profesional, ju në fjona zonat, se në radio punojnë, kështu që me ftyra si ju njohim. Allah i le qapan që kemi mori në zhvillume. Kur gjajsh në diet jam. Po, mo bre. Për që ata do më thonë, veç do ujë rrugove shtu shbepi, kur gjatë tjetër. Atër e tepe kur se ishe lekon për përshime ideale. Po normal. Për rrym, valla. Kote fundit për rrym. Mire ka fjona. Kote fundit vish për rrym, po kursejm. Adi, hajde tregon cilat janë pushimet ideale. Pushimet ideale kalohen me. Pushimet ideale kalon pa lek, nuk kalon kur s'ki kur fat pushimi ideal. Po thon pushimet ideale kalohen me lek. Me lek. Po. Kur e ki lek, atëherë edhe më ideale është kur e ki shoqëninë e mirë. Me shoqëni, do më thonë me lek edhe me shoqëni. A ki na i shok ose na i shoqe që do më thonë ki qef me pas në se cilin pushim që ti shkan? Qoftë një pushim një ditor? Pa i ka sa dush. Ki shok? Tilo dhe shoqe? Kam. Okay. Kam edhe shok edhe shoqe. Po më vjen shumë mirë. Edhe shok të mirë kam. Po më vjen shumë mirë. Adi, faleminderit që na ke telefonu. Faleminderit edhe juve. E pas një pas ditët mrekullueshme. Qyre pushimet e mira ose pushimet ideale kalon edhe me motor. Më thonë, për shoh çdo ditë që ka shumë e ma shumë prej atyne që po vëzisin motor. Për ndryshe po shoh shumë Vespa, po kuptohet që tash të keni mundësi për me shku me blet tek Ventoro Motor, so shumë ma lehtë për me zgjedh një anën prej atyne më të bukrave. Mundën këtë vikend me shku edhe me i pa tek Automita i gjeni, dhe jo vetëm Vespën, po dhe shumë modele të tjera, dhe ata që marrin rrugë gjata. Po, dhe i kisha bo thirrje kështu qytetarëve që të kulturohen pak, të edukohen pak në komunikacion, jo veç mes veturave, se përveç faktit që hynë semafor të koq pa e kthy kokën bile me shikuanash, kjo ndodh domethënë pik ditës. Me pas kujdes. Me pas kujdes edhe ndaj ciklistëve, edhe ndaj drejtuesve të motorëve, Vespave, çka do qofshin, bani kujdes, ju lutem, se jeni tu i marrë në qaf njerëzit që bodojnë për qefin e tyne me dal komunikacion shlir, edhe mos me pas gajlen as veturës as komunikacionit as hiç. Anjani e kisha marrë një motor, sot e kena diskutu Genti, e përshëndes, se di që tu na ngu. Pa veç e kam problem, domethënë komunikacionin. Drejtuesit e automjeteve, po edhe këmbësorët nuk ja lojnë keq, edhe ata janë pa kujdesshëm ndaj ciklistëve dhe çka do tjetër. Unë mbajnë mend në një vizitë në Austri, në Vjenë më konkretisht, më paralajmëruan. Se kam bëu vizitat. Më paralajmëruan që kujdes në shiritin e bicikletave. Se s'nalen ata. Nuk ndalet edhe 5 pare nuk je. E ka të vetin. Edhe do del ti fajtore më e keqja, plus dënohesh me qindra, e u ku me di çfarë dënimi e merr, kështu që më paralajmëruan që më mirë del rrugë se sa në shiritin e ciklistëve. Kështu që derisa të arrijm këtë kulturën sa i përket kur na prek xhepi, unë çfarë mendoj që kena mu drejtu pak, kështu mu merr telefonat. Me na hi pak sharr. Alo. Opo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon për herë të parë? Të premtem. Qysh jeni? Po të premten, mirë, jo. A je mirë? Shpo kalon? Mirë, valla, po ta qestot me shku dhe një qytet, pas të mërë djali, jo, ma më po pritoj, thash, këthejmë rrën shpe. Deshe me bo dhe ti një pushim, a? Thash dalëm pak se. Me këta adoleshentët e nis pak probleme me shku me dal dikon? Vallaj, që tash ko gja problem veç. Ko gja problem. Që shponi prej prindve që kanë fëmijë adoleshent, ko gja kriz ke farfaze. Nese, ka kalu pak atë farfaze, po me gjitha të një kam në qurë nesër. Po, me njerë kalujnë prej nënës tjetërën. Cilat janë pushimet ideale si pas teje? Nesër ko me shku heret nesër në punë, dohet me flej. Okej. Ka pas ashtë vetem. Cilat janë pushimet ideale? Me kën kalon si pas teje? Unë e kam një shoqe, e ka të njëjtën problem sigurane. Okej. Dhe me kanë të njëjtat, kështu që me ato isha shku, dhe bile bashkë një ditë më tha që s'po qëlluj nga pushimet për njerë. Ajo është në Kosovë, po edhe ajo punon. Edhe nuk ju ka ndodhë asë njëherë me bona i pushim bashka?
Vjen, jo, kur shkoj unë në Kosovë, ajo vjen të unë çdo ditë. Po, edhe kishi me thonë mëngjes, po në pushim, me aeroplanit, me shkume në vend bukur, me në plazh, me në resort. Një ditë ja kom qua, kishin postu një farë video, qoja dikujt ku don me një pushim e bo, shko një farë vile, diçka shoqen. Po, edhe tha, fa po të mirën, po ma mendon po qish me shku. Hajde po shpresoj që na herë kam ju realizu plani, pse jo? Edhe përshëndesim shoqen nëse më na dëgjon. Inshallah. Jo është në punë halo. Hajde kaloni mirë. Hajde të përshëndes ja ditë edhe orarin shoqes deri kur është në punë. Ç'ka shoqnicëm? E me të vetë për na i shok na i shoqe. Jo s'di se kom pa, s'kom ni. Neve dy vena din. Po si dalim piktuj ta bujnë hajde se kryte punë. Ja orarin ton mo. Hajde se kryte punë. Në s'ka i thu. Po me thonë kesh në punë, s'kesh në punë, nuk të beson kërkosh. A kryte po, hajde ta bojnë atë. Pushimit ideale kalon edhe me Ipkon, falë që ndërpreva, se e di që deshte me marrë telefonatën tjetër, po veç t'ju kallëzoj që pushimit ideale kalon edhe me Ipkon, kur e ki internetin e mirë, kudo që shkon një foto, një telefonat, një kërkim në Google, në ChatGPT. Se lolla simi me ChatGPT. Me mujt mja hek, për do më thonë. Se? S'du ma shumë. Se me ma hek? Esh më bre alla ide. Unë jëm të përgjafu të ardhmen, rreti që aty ku je. Unë përgjafu e të ardhmen, po du më thonë. Mere një Ipkon ku të që shkoni, edhe ChatGPT në cimi letrin që to. Unë po i që to, s'po një vriti. Unë për ndryshë po e përdori për informacione. Qka ka të keqe aty? Kur gjo, vishë, unë e kom një farë, zdi, kina me folin, kina me morë. Cila është kjo këng, nga erdi kjo këng, kush është shkruajti këtë këng, marë informacione, shumë ma shpejt edhe ma e sakë se Google. Po, kina, që atu e nese, kina me pas një ditikon studio këtu edhe kina me bisedu këtë punë, kina të regu valonin, kina me thirë edhe me këshusha nejt ne, kina me bo pak ma shumë muhabet për shfar punë. Dhe jo vetëm, po edhe për këtë farë inteligencën artificiale në përgjithësi, me bo pak ma shumë muhabet, se i kom do pytje trona. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, shoku. Si jeni dhe si kaloni, shoku? Mirë, faleminderit, që kam hajnë lovë. Mirë, faleminderit, edhe na shumë mirë jemi. A me bjen keqine me shkundeti ju dy? Kur shot keshës kish pas. Erë dhe Francia, ta shkëri pushim. Po, është shumë e vërtet, do më thonë, unë edhe Fiona të shtunë edhe dilën e kena pushim. Pushim prej radios, po. Se radios. Pi radios, po ju nëjse po. Unë nëjse, mos me nëjse. Po, ju ke matë mirë, Tregom që ke pas ditën. Ditër mirë, se zakonisht dhere, të më honë, pak punë, pak qatë në kompani, pak me grue, me vajzë dullan që se pak. Shopping qështë. Një shumë mira, na tromen unë e Fiona eq. Na pëdorim shopping. Ju këmë thonë kur të keni qesh ju më orë me najtë i weekend këtë. Lebe, më zbaj. Ja. O gaz. Unë për të për një natëm, për zurin, për kështë me gjithë shef, me knati. Tregom për pushimet. Po du me ditë për pushimet. Pushimet ideale kalon me kanë. 3-4 shukë kam kështu të shkollës nësë që edhe zakonisht pushimet i vojna me gra bashkë, shkojmë kështu vejës, të më onë jenë shkëqyshme, të më onë me shëshnik një kalon koha, ma bet, hajgore, shëtikje, mbromjet, të më onë zakonisht me shëshnik shkojmë bashkë, të më onë me grunë bashkarisht, shkojmë si qifte, dhe kalon shumë një. Dhe më thonë, pushimet ideale për ty kalon me shëshni, se cili me familjet vetë dhe me u bo bashkë me një vena, po so ma shumë njerës. Okay. Me ma shumë shkojnë për bijeshke vete, të me i qëron një vakë kombinimi dhe ma abeti mirë vajtë. Shumë mirë. Gozi! Faleminderit shumë. E pas një vikend mrekullueshëm edhe ti, edhe shihemi të dëgjojmë tonë. Faleminderit. Unë e di qysh e prita që ka me thonë sot dikush pushimet ideale kalohen me Toyota. Tani tu e zgjedh vendin, do më thonë me zgjedh vendin ku po dëni, po nejse ju që dënin këtë weekend edhe keni pushime, dëni me shku me po një test drive, me po një anën prej modeleve të mrekullueshme të Toyotës, e keni si e gjarin, e keni RAV4-shin, e keni Corolla Crossin, e keni qash tjetra, klota, qa thash na i sën keqa? E qa po kesh? Masa nej, okej. Do më thonë keni me 10 vite garancion që është shumë e rëndësi. Unë edhe Fiona, do më thonë i kena pushimet ideale sepse ne jemi me Toyota. Pol për vete unë në Swiss Diamond e kom pushimin ideal. A jetë të thonë. Kom shkoj, tik. A po shkojnë që aty, a? Okej. Ja se të marrën qaj aty të po, hisë është problem. Jo po pres mos me marrë na i po që shtë fillet ajo dera aty, vish mos gabo me najtë, vish kur të shesh i del.
Besoj që janë ata rojet aty sigurimi që të orientoj pak, ka veshti kryt ka trupin. Po hin. Ta mojnë kryt. Po, jo, e bona një ditë, më thonë isha si xhiro, kesh, edhe më këshyre, ja më këshyre ideali aty, ka ideali, hina dhe më thonë, usilla, po, e bona dhe një xhiro tjetër, tani hina e bona mirë dita. E pse 3 herë? Veç, 2 herë usilla, kështu. Ta vishte këshyre, po, me ata ideali të këshyre, këshyre që shako. Kam po edhe mazi, po besoj, kam po edhe mazi. Po, ta shpish edhe pak mundësill. A shkruj ke 20 nora? Në 20 herë në rreth, a din se rreti, po. Që e radhës? Alo, përshëndetje. Alo, qazimi jam. Përshëndetje, qazim. A je mirë? Mirë. Mirë. Cilat janë pushimet ideale sipas qazimit? Kam në shkullë lokat, une? Qito. Ku kime shku? Lokat. Rokat? Ku është ai vend? Ku është ai vend? Kosovë. Okej. Okej, edhe çka kime bo aty? Pushet? Kam e bo vetë me ujë, qito. A mos po mendojnë fizioterapi diçka? Po. Okej. Pas keme bo terapi fizikale, dykun me najboj. Pishet që kur s'na përmeni o qazim që pushimet ideale kalon edhe mboj, po qysh jo? Knaqet njeri. Është koxhani varboje. Po qysh s'është bre kur si përmeni as spojat, as që kjo dhe më thonë kjo po kërkush na e përmeni. Bravo qazim, faleminderit. Suksese, faleminderit. Vikend të këndshëm, të përqafojmë shumë. Tung. Kërkur si përmenja, dhe në veç do që si me aeroplana me kësisene, nese pushimet ideale, jo po automobilet ideale për juve, që do një me i marë për vetë, se janë shumë komode, i keni edhe me shumë stil. Enza Home Çaklavicosh, mundën me shku atje Enza Home Kosovë, për juve që do një me i pa për mes rjetëve sociale. Hajde që telefonata e radhës, alo? O, përshëndetje cim. Po, ku ja bedin? Si jeni, a jeni mirë? Mirë, jemi faleminderit, si e ti si kalon? O, mirë shumë. A bedin? Porna. Pushimet ideale kalohen me? Pushimet ideale kalohen kur të kish lek, po ndërmene kemi me kalun janë një javë dit. Unë me euro pi kaloj, po? Ku pi kalon një javë dit? Një javë dit në shalët Bajgorës, edhe një javë dit në bojën e Pejës. Do më thonë, pushimet ideale për ty kalohen me kën ku? Se, po, me lek, po me kën? Po me bashkëshortën. Me bashkëshortën, okej. Pa pyetje edhe ti. Pak, po, se të asha po dhjene në avion. Qa po dhjene? Më thonë, unë menoj që përveç që pushimet ideale kalohen me familje, kalohen shumë shpesh edhe me shoqni. A din, e dën trupi me dojnë pak me shok. Ta shëshnia brej, po jën largu për cim shanë. Po nuk të me thonë mi pas 100, a din një me pas, 2 mi pas, mirë mi afton shumë ka njerë. Po edhe që ta largohen osim, edhe që ta po largohen i kopi, vështë që ngri, thëmë, hajde këtu. Po. Pa cim, ata që kanë me shkue për pushime, une kur i kam pushime ta përshkojnë ma herët. A bën me organizu, që po ta kalzoj, e kena një grupë shëshnis, do me thonë na bujna planet që tash për 10 orë. Po? Edhe ja del pushimit tani. Se organizohemi krejt thojna me çikas drejtor kena me shku që do kush mundet me ardh dinë datën. Tim mirë e kje dhe jena jashtë. Po ti je jashtë për që ata tini këtu terminat jeni mësuju me termine me kësisane, po. Na dos me këto nuk po na kallzojnë as terminet kur i ka. Ja s'ka, dos ma s'ka termin. Dos ma s'ka, asaj se den. Se ti tërkon pe gju. Jo pa asaj s'pe den, marrë vesh vion se ka njerë po do të mu martu pa prit pa kujtu. Po, valla mirë e ki. Ka njerë s'poguzon me botë madhe se po ndodh na i sen para dasmës, po anulluhet. E ke po plus kontarin, po do të me vetë kur e kit lirë. Tani jo shko te restorani, jo ashtu, jo kështu, jo janë të sene. Ka njerës po që lënd leku që po thute. Edhe festohet mirë, besa? Mirë festohet. Abedin, të përshëndesim vikend të këndshëm. Po, ju përshëndesim me vikend shumë të mire, kaloni mirë. Faleminderit gjithashtu edhe për juve. Hajde po e presim. Faleminderit.
Po e presim tjetrën telefonat 049-978-978. E mos harroni, jemi live në Kohanet, në portalin e Kohanet. Mundeni me hyrë edhe me lexuar gjitha lajmet, ku edhe jemi live aty në një kuti të vogël. Edhe në glamradio.fm në portalin ton, edhe aty jemi live, edhe aty mund të lexoni lajme të ndryshme nga gjitha ngjarjet e fundit. E si me pash që sot është mbajt protesta, që e përmenda pak në fillim kështu pak si në shaka, ku ka mbajt protesta, po jo aq masive sa ish dashur me qenë, tu marr parasysh se për çfarë çështje është thirr protesta. Edhe pikërisht bash në njëjtën kohë kur ka nis protesta është marrë vendimi që ka mushtritur rryma për 16.1%. Çfarë koincidencë, 16.1. A ka qenë 15 atëherë? 14, dhe ishin tani 15, 16.1. Tash për inati për shkak të protestës 16.1. Të shohim çfarë po ndodh. Të shohim çfarë. Jam paralajmëru pa di që kanë më bën ta EZRRS, po nuk e di. Të shohim. Kush ka me pa ditë? Selamet po vishë. Kush ka me pas kohë lirë me bo pa din? Ngani. Në Robert mundeni me shku me ble arit mirë, mundeni me ble unazat mira, mundeni me ble unaza me gurë shmuar diamantit. Juve që doni me shku një pushim me personin e zemrës, doni me propozu para se me shku në dalin të Rubinin, që ndër Prishtinës në Albi Mallo ose në Ferizaj. Edhe shini që ka mundeni me bo në dhurat aty. Pas ka shku, që telefonata tjetër fion? Alo? Pas ka shku, tjetër. Se di që e ka gjithë, do më thonë, vish po ndërprejet edhe po vinë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Mirë, faleminderit, me kë po flasim? Si është Cima, përshëndetje. Mirë që. Mirë edhe unë jam, kush na ka telefonu se s'pe din Fiona? E din Fiona, e din edhe Cima. Ja, s'pe din. Kur gjë s'po din? Shemi është. Okej. O Shemi? Urna. A më na dëgjon? Po shumë mirë. Vjen mirë. Edhe për ju dëgjoj, edhe për ju shikoj. Faleminderit. Tregom tash pushimet ideale me kën mendon që kalohen. Shemi, jo përmes televizorit, të lutem. Mos na dëgjon televizor. O Shemi, do me rrë në dorë. Okej. Hajde, tregona për pushimet ideale. Si vjet në kohë të ymre, Kismet në Antali na ka pagu djali me gjithë shoqe. O, sa bukur. Aspate ku me thirë me fol, vish me fol, që të do me thonë tash me në angushtu mu e Fionës. Tash po dalim të ajo tjetra, që pushimet ideale kalon kur ta pagun dikush. Po bre? Hajde, bravo. Këto i kam 4 djemë, po më nimojnë, po më këqyrin edhe Allah i shpërtlisht. Apo të këqyrin mirë? Për ditlinje kanë pas qef me në e pagu me shpojnë pash me shoqe në Antali. Ali shumë mirë. Non, bab, mëse nga se fore e ka. Se shfarti ku ja pagun sot fëmija babës me shkundeti me nanën një katje. 4 po thot, 4 janë. Po 4 dhe na 4 jena. 4 po. Uja si dykse. Po, edhe ju. Tim nuk po të gënjenju. Jo, te bëjt vërtetët. Po, ti le kishe po gënjem bre se është unë guajo me vëmendje, që tash vish ma që një asi emoji me sy mshel, atin kështë si, Jo. Trego që jetu vaj gore, trego që po bra i gore. Hajgore po bën. Hajgore po bëj. Tim, hajgore po bëj me 17 qershor Kismet në aeroplan. Okej. Për Antali. Rruga. Tu keshë tu hyp. Tu keshë. Deti. Shem, vish kujdes po mbjen radar në ikon. Shiqe ju, kam qenë para 14 vite në Turki, dhe tash me qa do të fix 14 vite po bon që po shkoj prap. Mas 4 dekadave po shkon prap në Turqi. A beson do më thonë ti qira? A beson që reagoj nona jam? Po sa ere për mene ku mës me reagu? Reagoj, seriosisht e kam. Ka po thot? Vish ma ka që një kësi me dorë hello, a din kështë që... Po, a je kënej që shpejt. Hello, kështë që këtu jem në regull jena. Okej, Timo, ne për që ato kina bomo një për tonë që tash në pleqnime në animu. Qëre nuk u kanë se po mështi me full, ti shkon ma vunë kisha full ma ndryshe. Nuk u kanë, ja vish pak se po thot kina bomo një. Nuk u kanë më një, u kanë edhe këna ci pak. Po, për masane, po me letash. Po me rrite, me shkollue, me... Po, kini zgjedh, po, kur kush me zdorë si u ka shti. Po, alhamdulillah janë fëmijët hajrit edhe menojnë për fritë. Jo, po shihet pse, po shihet. Po, normal. Unë e cimi jena. Na jena... Timo, përshëndesën e për janë talje. Mos arra më më thira. Mos arra më më thira. Thiri. Nëse jena këtu, është fjalla. Nëse jena këtu, nëse na pagun dikush pushimin.
Atim. Kismet inshallah. Hajde tek shirëm. Mos po mirë të i kacat. Faleminderit, përshëndesim, kalon mirë. Hajde, kaloni mirë. Ton. Ma të mirë qeni, ma të mirë. Faleminderit. Vete nënën tem, ajo ma i mire. Po, Vete rifën e Glantinën ai ma të mirë. Kena ardhur në gjendje që fëmijët më na thonë që unë thaj orkën edhe çojnë deti. Po sa më thuaj atë, çka më dala atë. Jo, mamë, se kena me pagur rrymën. U shtrejtu për 16 piksa? 16 pikë. Që non që dënë në të qenë dete, nëse rrën ja 3 muj pa rrym. Po. Që vendos me najt pa rrym, së është problem. Mirë i këthy drut. Jo, Amë në shmu... Mu fladit me dru? A di që a thot nona, vishtet e krynë gjesti atje, së është problem, nalma, në zërma pishtë. Edhe pak, edhe sot dit, ja ka për 5 dit. Jo, është edhe një avë, masojna, po. Qështë ashtë të më kalëzën nonë, edhe për këtë farë pune. Hajde, mom, të update i ratë nonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Se jeni? Mirë jemi, faleminderit, kush për na pyet? Po i Fion, po mire e disë misionin. Qysh edhe një herë? Po mirë shka? Po mire i disë misionin, po mire bërë. O, keme konë me ojtis vetën që ojtis emisionin ku me dite kish pa zote. Jeta, po me hidis, sonë për vete. Faleminderit. Kush po na jap këto komplimente? Nëse mu po më jap se cime. Kush po jap Fionës këto komplimente se çu skoç? Po jap një shoqë Fionës. Sport mirë për rregullon, sport mirë për idis, çështjen e ka shumë të mirë. Faleminderit. E aty behari ka fa, jo jeta. Shumë. Apshen, një kalësh mirë të gjenali, po edhe vete po që e te praj. Jo, e te praj, edhe vete po që e te praj. Që po thot edhe 10 dit. Jo, edhe 10 dit kryet, po. 10 dit. Po, 10 dit kryet. Tash i kom informata të sakta, kom njerin që më rëngati atë. Alo, përshëndetje. Edhe sa proj Marif. Kush po na përshëndet? Hasani nga Prishtina. Hasan si e, si kalon? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit shumë, edhe na jemi shumë mirë. Unë e pak ma mirë. Kush na ka telefonu? Hasani, a the? Hasani, po. Koncentro më në telefon, Hasan? Ku e fjo që ledzova, është ashtë kalzoj. Pushimet, a e ke po teme, pushimet ideale kalon me? Në bojnë Panorama në Elbasan. Në Elbasan, pushimet ideale me kom po shkon? Për plesni me shoqen, vesh me shoqen. Vesh me shoqen, a? Po. Ani bash mirë, kalofshit mirë? Për bajas preferohet me shumë e tjetër koncem. Kalofsh mirë, faleminderit. Jo, si djetë, preferohet që shjo, Allah që shina bone të e Fion, po të kalzoj. Do me qenë produktive dhe me efikasitet. Ati që nga ka shkru shemi. Ati që nga ka shkru shemi, ma herët që ke. Po. Ishe si tash me a letu djembe. Po thot, harrova me tregu se nusja djallit e ka pagu. Amo me paret kujna? Nusja djallit me pagu. Paret veta në shta. Po devish, po du me dit me paret kujna. Veta ta sojna. Për bashkë këta i kanë. Hajde, gjuja që ashtu, amond, koncentrohu që ta ashtu. Agon. Alo, a i kena kodë për një telefonata ju. Po, që shjo. Nëjse, se unë e cimi drejte në market, kena me shku mas emisionit me marka një puding dzot, se na u ka pa fyte, na vi pak protein, dhe kena qesh shumë edhe vikendi ka me na... Shkoj edhe këmisha, hajde. Heke. Hajde, shkojmë. Alo, përshëndetje. Alo, Viber. Oj, Fazile, koncentrohu që tjetra. Alo. Ja t'jam qela? Ja, si tu jam qel, ta kina qel, po ti pëm qel. E që po ta më sheli, po? Po do më koncentru. Jo, po na dëgjojmë për mes televizorit. Alo, përshëndetje. Ja, po, do më thonë se kapim për qelin e për mshelin, po më do këtë, apo kuptem për bojnë atë lojen. Alo. Veç pak, se erë telefonata ma e mirë për fund. Përshëndetje. Alo. E, ajo, nuk është hyrja që e pritëm. Hajde. Bëne hyrjen tone. O, Timo! Hajtë mu që shumë pasi islam, pasir, hej! Që shumë kështë thirë mu nëse si shkonë cimi? Hajtë Fionën. O, qka? Oj, Fiono! Jo, ti që shumë kështë thirë mu, po nejse. Në kur pa fuari ma a përsia po lush. Lugu konë më ty, që se pas ke vrejt. Shumë gra që lu, 3 veta. U ka shti me kja qaj ma herë,
Të shia në gjëmë të dika. Dhe më të ato të më me kesh. A shko një era një këtë vod me në zonë vend dikon. Vesh që atë lojë është të e lujt. Po, me të kesh. Po, Cimo. Se s'po kesh me këto që ja kish pagu djali pushimin. Unë të me shku në dorës me nama të zotit. Nus jam fal. To me shku në dorës me kon? Po, me nusën bashkë. Okej, kalofshit mirë, knashtë. Nusën e kujna. Anë mujtë mjaltit po shkoni, ha? Po, me nusën kama, me nusën s'puna të përë. Po me nusën, do me cek. Me bashkëshorten, me gruan, me partneren. Po, me partneja, po me nusën tame. Okej, mirë. Ndorsa, po sanet kënë me najtë? Ha? Sanet? Një 10 ditë me najtë. 10 ditë, hej, ndorsh 10 ditë me najtë. E të më ndorsh atë nuk i më rashtë, më hajtë. Ja se që shë ki zonën e malë njën, të vish bërtet njerë, o, pështëm një bre, edhe të njën. O, dhe në ty. Faleminderit që na ke thirr. Je i fundit për këtë javë. Faleminderit që na ke thirr. Ciao, kalofsh mirë, po telefonata e fundit për këtë javë. Oj, Fio, no? Na vazhdojnë edhe në pjesën e dytë, mos harroni me na dëgju në Glam Radio.fm. Krejt mesazhat që keni dërgu, aty kena me i lexu. Ju mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me shumë dashni. Deri të hanëm, paqit plot shëndet. Për ju që s'keni mundësi me vazhdo dhe me na dëgju pjesën e dytë, për ju tregoj që gjatë mbrëmjes keni me pas muzikë fantastike këtu në Glam, edhe gjatë vikendit vi me emisionet tona, kështu që mos harroni me na dëgju ose përmes frekuencave ose edhe përmes platformave tona, na gjeni në iOS, në Android duke shkarku aplikacionin ose edhe në glamradio.fm. Për ndryshe emisionin që sapo e përfundum, keni me pas mundësi me dëgju në YouTube në kanalin ton pas orës 18. Tong tong.